Pastron të rësisht zorët dhe zhduk barkun e fryrë, ja receta që bën mrekulli. Shëndeti i tretjes është pjesë përbërëse e të ndenjurit i lumtur, i shëndetshëm dhe në një gjendje të mirë. Një organ i rëndësishëm në sistemin e tretjes është zorra e trash, e quajtur zorra e madhe. Shëndeti i zorrës së trash është pjesë e rëndësishme e tretjes së duhur. Disa njerëz pretendojnë se zorra e trash duhet të pastrohet për mirëqenien optimale të tretjes. Disa njerëz pretendojnë se zorra e trash duhet të pastrohet për mirëqenien optimale të tretjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, ulëntimet që provojnë efektin e pastrimit janë gjithashtu më të ulta dhe cilësore. Megjithatë, disa aspekte të pastrimit të zorrës së trash kanë edhe disa dobi. Kjo mund të ndihmojë në probleme të tilla siç është për shembull kapslloku ose probleme që i kanosen shëndetit të zorrës suaj të trash. Pastrime të tjera të zorrës së trash pretendojnë heqjen e toksinave dhe parazitëve dhe janë gjithashtu lehtësuese në gjendjen tuaj të përditshme. Në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim disa mënyra fantastike të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të tretjes dhe lehtësimin e komplikacioneve të tilla që ju kanosen çdo ditë edhe më shumë. Këto janë mënyrat më të mira për të përmirësuar funksionet e zorrës së trash. Ka disa mënyra për pastrimin e zorrës së trash. Ju mund të blini një produkt për pastrimin e zorrës ose mund të bëni shpërlarje ose klizma në shtëpi. Përndryshe, ju mund të bëni gjëra të thjeshta për të rritur pastrimin e zorrës dhe shëndetin më të mirë të saj. Pastrimet e mëposhtme natyrale të kësaj video mund të ndihmojnë në përmirësimin më të mirë të tretjes, lehtësimin e fryrjeve dhe gazrave të tepërta. Ju nuk keni nevojë të bëni pastrime të zorrës së trash çdo ditë ose shpesh për të qenë të shëndetshëm. Edhe pse ato kanë në përfitime të larmishme, është e rëndësishme të ndiqni hapat e duhur për të mundësuar një pastrim më të mirë të zorrës dhe më pak probleme siç janë ato që i kanosen tretjes. Një mënyrë për të përmirësuar funksionet e zorrës së trash është edhe pastrimi me ujë. Pirja e mjaftueshme e ujit do ju bëjë të qëndroni të hidratuar dhe është një mënyrë e shkëlqyer për të rregulluar kështu funksionet tuaja tretëse. Njerëzit që mbështesin pastrimin me anë të ujit për zorrën e trash rekomandojnë të pinë gjithashtu deri në 8 gota ujë të vakët në ditë. Gjithashtu provoni të hani ushqime të larta me përmbajtje të ujit. Kjo përfshin fruta dhe perime të tilla si shalqini, domatet, marulet dhe selinoja. Në fakt, ka kaq shumë ushqime që ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trash natyralisht përmes dietës suaj. Pastrimi me ujë të njelmët. Ju gjithashtu mund të promovoni edhe pastrimin me ujë të kripur. Është veçanërisht i rekomanduar për njerëzit të cilët kanë çrregullime të kapslëkut dhe parregullsi të sistemit të tyre të tretjes. Është një mundësi që mund t'i japë shumë përfitime për zorrën e trash dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet që i kanosen asaj. Kjo teknik do ju ndihmojë të keni një tretje më efektive dhe më pak probleme të tilla. Është veçanërisht e njerëzit që kanë probleme të kapslëkut që mund të lehtësojnë parregullsitë e zorrëve të tyre. Një studim i vitit 2010 tregoi se uji i kripur ndoshta mund të pastrojë zorrën e trash në kombinim me disa pozita të jogës. Përpara se ta hani mëngjes, përzieni 2 lugë çaj krip në ujë të vakët. Rekomandohet krip deti ose krip Himalaje. Pini gjithashtu ujë me stomakun bosh dhe për pak minuta do të ndjeni nevojën e menjëhershme për të shkuar në tualet. Bëheni këtë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe sigurohuni të qëndroni në shtëpi pranë tualetit kur e provoni këtë metodë, e cila do ju ndihmojë në pastrimet më të mira të zorrës së trash dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosin atyre. Nëse vuani shpesh nga problemet të tretjes, në dietën tuaj mos nguroni të shtoni më shumë fibra. Fibra është një makronutrient thelbësor që shpesh anashkalohet në dietën perëndimore. Është gjetur në ushqimet bimore të shëndetshme si frutat, perimet, drithrat dhe arrat, farrat dhe gjithashtu dhe më shumë. Bimët mbajnë celulozë dhe fibra që ndihmojnë në ngurtësimin e arterieve të tepërta të zorrës së trash. Ato gjithashtu rregullojnë kapslëkun dhe jashtëqitjen e tepërt, ndërkohë që rrisin bakteriet e dobishme siç janë për shembull edhe probiotikët.
Sigurohuni të hani më shumë ushqime të larta në fibra, të cilat ndihmojnë në shëndetin e zorrës së trashë. Ato janë gjithashtu të shkëlqyera për sistemin tuaj tretës dhe lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja për të përmirësuar kështu florën tuaj bakteriale. Në dietën tuaj shtoni lëngjet dhe smoothie natyrale me fruta të stinës. Lëngjet janë të pasur edhe me element që mund të pastrojnë zorrën e trashë. Këto përfshin azgjësimin dhe pastrimin me anë të lëngjeve dhe frutave dhe perimeve. Megjithatë, ekspertët rekomandojnë të mos i shtoni ato në sasi të tepërta për të ndihmuar në një tretje më efektive dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen. Është e rëndësishme të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese, për sa kohë zgjidhni produktet natyrale. Do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatat tuaja kritike dhe të keni një tretje më efektive. Për më tepër, një studim I vitit 2015 zbuloi se vitamina C mund të ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë. Vitamina C gjendet më shumë te frutat dhe perimet e shtuara në lëngjet e përziera. Lëngjet popullore për azgjësimin dhe pastrimin e zorrës së trashë përfshin lëngun e mollës, limonin dhe lëngjet e perimeve. Megjithatë, disa dietistë mund të rekomandojnë smoothie me lëngje për shëndetin e zorrës së trashë dhe shëndetin e përgjithshëm. Me që mishi dhe lëkura hiqen kur bëhen lëngjet, lëngjet përmbajnë më pak fibër. Fibra është e shkëlqyer për zorrën e trashë dhe smoothiet përmbajnë fibra më shumë. Nëse nuk ju pëlqejnë lëngjet natyrale, atëherë I konsumoni frutat ashtu siç janë për të marrë përfitime më të mira për sistemin tuaj tretës. Stoni më shumë nisështe rezistente në dietën tuaj. Nisështet rezistente janë të ngjashme me fibrat. Ato gjithashtu gjenden në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajat, bananet, jeshile dhe drithrat. Këto promovojnë një zorrë të trashë të shëndetshme duke rritur mikroflorën. Një rishikim I vitit 2013 mbi nisështen rezistente gjithashtu zbuloi se ato ulin në riskun e problemeve të zorrës së trashë. Megjithatë, ka një dobësi. Nisështet rezistente gjenden në karbohidrate. Megjithatë, dietistët që rekomandojnë dieta të ulta të karbohidrateve mund të zgjedhin opsione që shkaktojnë zvogëlimin e sheqerit në gjak. Këtu përfshin orizin dhe patatet. Përfshirja e këtyre në dietën tuaj sikurse fibrat mund të jenë të mrekullueshme në pastrimin e zorrës së trashë. Shtoni më shumë probiotik në dietën tuaj. Shtimi I probiotikëve në dietë është një mënyrë teje të rëndësishme për pastrimin e zorrës së trashë. Kjo gjithashtu rrit shëndetin e përgjithshëm në shumë mënyra të tjera. Ju mund të merrni më shumë probiotik duke marrë shtesa probiotike. Gjithashtu hani më shumë ushqime të pasura me fibra si kosi, turshit dhe ushqime të tjera të fermentuara. Probiotikët paraqesin bakterie të mira të zorrëve që ndihmojnë gjithashtu edhe me fibra dhe nisështe rezistente. Këto frenojnë inflamimin dhe nxisjen rregullsinë, dy elementë të shëndetit të tretjes lidhur me zorrën e trashë. Mushti I mollës konsiderohet gjithashtu probiotik dhe përfshihet në pastrimin e zorrës së trashë. Enzimat dhe acidet që përmban uthulla e mollës largojnë bakteriet e këqija. Ekspertët tregojnë se edhe përfshirja e çajrave të ndryshëm bimor në dietën tuaj do të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për ju. Të provoni çajra bimor mund të ndihmojnë në shëndetjen e tretjes nëpërmjet zorrës së trashë. Bimët laksative si psyllium, aloe vera, rrënjët e marshmallow's dhe elementë të tjerë ndihmojnë me kapsllëkun. Sigurohuni që të bisedoni me mjekun tuaj dhe të ndiqni udhëzimet nga afër për të parë edhe përdorime të tilla. Megjithatë, ato mund të jenë edhe më të mira për shëndetin tuaj. Bimët të tjera si xhenxhefili, hudhra dhe piperi I kuqërem përmbajnë fibra dhe antimikrobik. Këto mendohet se shtypin bakteriet të këqija. Për këtë arsye ato përfshihen në pastrime, megjithatë nevojiten më shumë studime. Provoni një gotë nga kjo çaj derisa të merrni edhe burimet laksative në dietën tuaj. Por çfarë duhet të dini përpara se të pastroni zorrën në mënyrë natyrale? Kombinimi I agjentëve të ndryshëm ushqyes me frekuencën e përdorimit mund të ketë dëmtime, siç mund të ketë të përziera të vjella, marramendje, dehidratime e dhimbje barku. Nëse doni të bëni një klizmë në kushte shtëpie, konsultohuni më parë me ekspertin e shëndetësisë për të bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese dhe për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorimin e tyre.
Ndjekja e këtij rregulli do ju bëjë që të keni një zorë të shëndetshme, më nën kontroll dhe më pak komplikacione që i kanosen asaj. Ndaj përpiquni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese për të ndihmuar zorrën të kryej funksionet e saj dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet që u kanosen çdo ditë. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.